Yllka Taravih nuk ka falë kur profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Por profeti Muhammed e ka pas shtëpinë me njon edhe xhamin me njon. Sikur unë që kam këtu studion, atje kam kuzhinën, atje nënën tjetër e kam zyren. Dhe kur ka ardhur nata ditët e Ramazanit, ai ka pas shef, natët e Ramazanit ka pas dëshirë që me falë në xhami deri para syfyrit. Por atë shumë ka falë nafile namaz, jo taravih namaz, sa që edhe kam t'janaj. Do më thënë, edhe kur e kanë pa njerëzit që po duka me nejtë në xhami edhe në përshpia gjithashtu, me nejtë edhe me falë pak ma shumë ibadete se sa muajve tjerë, edhe kanë marrë lejen prej profetit, edhe i kanë thonë, a bën edhe na me falë. Po thot, bën mu falë, por ma mirë është në për shtëpia tuaja në vetmi me falë namazin, sepse ka ajet veçantë, ku thot ka dhe prej atyve të devotshmeve të cilët e flalin namazin fshehurazi, pra fshehta se falin. Dhe kështu që në kohën e pejgamberit nuk ka pas taravih. Kjo është e vërtetume simbas haditheve në Sahihul Buhari. Tash unë do të shkoj këtu për taravih namazin, i kam disa hadithe, po mos ta zgjas shumë, mundeni me hulumtu edhe ju. Pra, po çka u bë atër, pse po falim taravih? Në kohën e Ebu Bekrit, gjithashtu nuk ka pasur taravih, po duhet mu falë sa ma shumë, sa mundeni, prej 2 rekat, deri 20, deri 40 rekate, nga 2, aq sa ki mundësi, aq sa ta donë zemra, mirë po, kjo falet me 1 elham, 3 kul huvallah. Këto namazet nafile që bëhen shtesë, deri në fund të Ramazanit, pra mundesh me falë prej 2 deri sa të donë qefi, jo, sa ki mundësi me falë. Pra nafile namaz. Ndërka që edhe në kohën e Ebu Bekrit nuk janë falë nafile taravih namaz. Po atër pse na falim? Sepse te sunizmi, te ehli sunneti, 20 kemi ne. Po, janë të ehli sunneti pra, të sunitët, që janë në Kairo, për shembull, ata i falin 8, këta i falin 20, këtu në Kosovë, po Laura do të regoj. Por, Omeri, kur i ka pa që mas vdekjes profetit, mas Ebu Bekrit, kur bota i khalife, edhe i sheh njerëzit në xhamin e pejgamberit, çdo kush falet natën me përkujtu, qysh pejgamberi është falë. Edhe kur shkon Omeri, ai ka qenë pak njeri rept. Edhe ai thot, çka e një ka boni kështu, njëni atje po falet, njëni këtu, po qështu ka falë pejgamberi? Ai na ka mësu neve, faluni edhe në xhami, po mande shkoni edhe në shtëpi. Dhe kështu pra, Omeri thot, jo, tashe të tjenë nuk keni mu falë kështu, po keni me falë taravih. Dhe i shtin sunetet nuk falen me hoxh, me imamin e xhamis. A keni pa kur shkonin në xhami, aty falin edhe sunet, veç e veç, të kush veç e veç, po kur thiri kameti, krejt shkojnë edhe rënditen, në farze. Po shkoni qa ka bo Omeri. Pra, e ka bo këto nafilet, i ka bo si kurse farz. Pra ndaj, njerëzit të cilët janë fanatik në dijet e në risit që i ka fut Omeri në fen islame, ata i falin taravih namazet, mirë po nuk e kanë borxh. Mandej, ajo është një traditë e Omerit, nuk është tradita e pejgamberit. Kupton jo njerëz, është e argumentume që këtë namaz taravih, sidomos që thanë janë 20 rekat, nuk ka shansa ti, edhe pse e ki imamin përpara, ti me mund me pas koncentrimin mas ati ushimit namazit, mas ushimit iftarit, në shkun xhami, ashtu i losëm, vend se me pushu
me familjen, me bo një muhabet me familjen, mas asaj me marrë me lexu në send Kur'an, nata është e gjatë, mu që me falë ka 2 rekat, na file të Ramazanit, jo taravi. Besoj se Omeri është baba i Islamit, e zdi valla, nëse ti mendon ashtu, nuk do me thonë që është. Nona e Islamit atër kush është, s'po di, e agja e Islamit e pejgamberin ku e pas ke qitë, bre? Aje ka themelu Islamin, bare ti kishte thënë baba e Islamit pejgamberit, po i tha Omerit. Vllai Lumi Berisha vazhdo qashtu. Vazhdo, po shkathojnë ati kur shkon pazar. Kur shkojnë me shiju ato të lynin, i thot mos shko ma poshtë se po del gjiza. Prandaj ti mendo se është të lyn, po poshtë është gjiza. Rajan kam disa moderator, po jo qatë shumë, po s'ka problem. Ata që po mundi po i fshijune. Faleminderit Rajan Mustafa. Jemi me dhebi Hanefi, po Rajan Mustafa, me dhebi Hanefi ma shumë e ndjek traditën e Omerit, edhe Muavijut, sepse në kohën e profetit nuk ka pas medhhebe, as nuk ka pas sekte, ka pas vetëm Kur'an dhe ehli bejt. Sekti më i madh që është kriju 25 vjet mas profetit në luftën e Sifinit, ku kanë luftuar Aliu me Muavijun, dhe në këtë betejën e Sifinit, lexojeni sa e trishtueshme është, janë mbytur më se 70.000 shehida dhe prej tyre ka pas, do më thënë gjysmë, ko ta din si ka qenë numri i tyre, prej Aliut kanë ra dëshmor, sepse e kanë ruajtur fjalën e Zotit, janë ngrit për ta mbrojt Islamin, ndërkaq ushtarët e Muavijut kanë qenë ata mizorët të cilët besimin e tyre, si që lexuam në surën e Nam, pak ma parë, besimin e tyre e kanë shtjell me mizori. Dhe në këtë luftën e Sifinit është kriju sektja e parë e madhe sunite, të cilën e ka emërtuar Muaviju, biri i Sufjanit, biri i Hindës, Hinda, nona e Muavijut, e cila ja ka nxerr zemrën e Hazreti Hamzës edhe ka hongër për zgjalli, pa kanibal. Prandaj Muaviju e ka emërtu sektin e parë në Islam ehli sunne vel gjema, që do me thonë pronarët e traditës dhe të gjematit dhe të shumicës. Pra, ata kanë qenë ehli sunnet. Kështu e ka emru. Po pse a ekziston ehli sunnet në Kur'an? Normal që nuk ekziston kjo fjalë, sepse Muaviju, biri i Hindës dhe biri i Sufjanit, baba i Jezidit, qoftë mallkimi mbi Jezidin, i cili e ka mbyt familjen e pejgamberit, nipin e pejgamberit, pra Muaviju ka kriju sektin e parë në Islam, që e ka quajtur ehli sunne dhe ka dasht me i bo rival ehli bejtit. Ehli bejt nuk është sekt. Ehli bejt është familja e pejgamberit. Por ky ka dasht me i bo rival fjales ehli, që do të më thot pronarët, e ehli ka vetëm 3 ehli në Kur'an. Ata janë ehli kitab, pra pronarët e librit të Zotit, janë të krishterët, jevrejt, mandej vjen ehli bejt, familja, pra pronarët e shtëpis, bejtullah, shtëpia Zotit, pronarët e shtëpis, që do me thonë ehli bejt, shtëpis e shpalljes, ku ka zbrit
shpallja ehli bejti janë 5 antar të kësaj shtëpisë. Numër 1 është profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, vajza e tij Fatimetu Zehra, selamullahi aleha, Imam Aliu, Imam Hasani dhe Imam Huseini. Pra, ehli kitabi e kuptum kush janë, krishterët dhe jevrejt, ehli bejti janë pronarët e shtëpisë së pejgamberit, shtëpisë së Zotit, ku ka zbritur fjala e Zotit, dhe ehli dhikr, pronarët e dhikrit. Mirë po, dhikr do me thonë me përkujtu Allahun, me i përkujtu dijet e Zotit. Nuk do të thot ehli dhikr që janë këta njerëzit e tarikateve, apo ne, muslimant, edhe ata janë musliman, bile shumë të mirë, apo ne musliman që e bëjmë dhikrin mas namazit. Allahu ekber, Allah, 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 subhanallah, subhanallah, elhamdulillah, elhamdulillah. Pra, këta nuk janë pronart e dhikrit, por pronart e përkujtimit të dijes janë pas profetit Muhammed, janë imamët e 12, për të cilët imam, gjithashtu profeti Muhammed na ka thonë se çdo kush që vdes pa e njoftur imamin e kohës, ka vdekur si në kohën e jo islame të gjahiljetit, dhe thot, pas meje do t'i keni 12 prijes, lider shpirtëror, nga fisi im Kurejshi. Pra, profeti e ka përmend numrin 12, as 11, as 13. Prandaj, e presim me padurim ardhjen e imamit të 12, Imam Mahdi alayhi selam. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Zoti e shpejtoft ardhjen e tij. Wa ajil farajahum. Sa më frymëzove Rejan, besoj se e kuptove, edhe ehli sunetin kush është, edhe Lumi besoj se e kuptoj kush është baba i Islamit, themeluesi i Islamit, por ja që dikush mund të ketë një uri me Ramazanin, agjerim të lehtë. Por ja edhe dikush mund të ketë zemrat e vullosura dhe mund të mos e pranoj këtë dituri që po e dëgjoni. Aleikum selam Neki Abdullavska, urime Ramazanin, agjerim të lehtë, falenderit edhe juve gjithashtu. Bëni like, bëni share. Jo, mos u lodh, se tash vjen zera edhe maçet. Idris Mehmeti, më deshta t'ju pranoj, po dërgoj edhe një herë ftesën, ju lutem. Dervish Fakiri, selam aleikum motërënda. Aleikum selam vëlla Dervish. Selamu alaikum. Selamu alaikum, zotri Idris Mehmeti. Ju dëshiroj agjerim të lehtë. Imam Mehdiu është fsheh me mushafin e Fatimës. Do që keni të disponuar me bë përgënjeshtrime, shpifje dhe këtu përqeshje, por Zoti ju falt. Zoti ju falt. S'kam çfarë me ta. Vazhdojmë. Po më dëgjoni? Po tash, zotri Idris. Ju dëshiroj agjerim të lehtë.
Faleminderit edhe juve gjithashtu. Nëse na keni ardhur në live-in ton me biseda të lira. Dikur në po ngushtohet dikur në rrethi i ehli bejtit, për shembull vetëm në disa persona të cilë ridvanullah alejhim, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dihet që Selman Farisiu në ka fut në këtë rreth. Nëse ka fut në të rreth atëherë edhe tjerë të Hulefaj Rashidin, po edhe një pjesë e madhe që ishte në beslidhjen e Hudejbijës, që ishin dikun 1500 sahabë. Këta s'duhet përjashtuar prej shumicën për tyne, për shembull si ishin shokët e pejgamberit edhe me marrë vetëm një pjesë edhe mu kyçin ata se edhe pse kanë ndodhur konflikte të ndryshme, prap se prap ata për shembull ata 4 Hulefaj Rashidin që njohet Abu Bekri, Omeri, Osmani dhe Aliu, njihen radiallahu anhum, njihen sikur më të dashurit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe na flasin shumë libra sikur të sunit edhe një pjesë e shia që ata i kanë mësuar fëmijën e vëgjël që me i desh ta Hulefa. A fëmijën e vëgjël për shembull Omeri, Osmani dhe Aliu dhe shumë sahabi i kanë mësuar fëmijën e vogël që ta duan Ebu Bekrin për shembull. Dhe kur të shtruhet pyeta shpesh herë muslimanëve qoftë sunni qoftë shia sidomos, kur i shtohet pyetja a doni Aliun, a doni Ebu Bekrin ashtu siç e doni Aliun, ata stopojnë dyqysh edhe pse nuk janë të zhytur shumë në ato sektet që janë pa dëshirueshme edhe të ju shiat edhe të ne sunit për shembull. Unë nuk jam shia, unë jam vetëm muslimane e pasoj ehli bejtin. Shiat edhe sunit janë dy drejtime të cilët janë dietarë të dyve këtyre sekteve të mëdha, janë udhëzim për ta gjetur rrugën e drejtë. Unoni, vazhdoni. Nuk mundi me huë që si një shia, se tash unë... Me ju thash, nuk mundemi ju rënë sejdë, mos mu drejtoni me shia, kam shumë respekt ndaj shiave, edhe ndaj sunive, shkollimin e kam kryer më shumë në shkollën hanefite, sunite, edhe tash jam në studimin e sipërm të medhhebit Xhaferi, shkollës Xhaferite të Ehli Bejtit, sepse s'ka mund me marrë medrese. Kështu që unë jam muslimane edhe pasoj Ehli Bejtin, respekt për sunitët edhe respekt për shiitët. Ehli Bejti është edhe i sunive edhe i shiat. Vazhdoni. E shumë. Unë e shtroj një pyetje pasi që ke atë do të atë filluar shkollim. Unë e shtroj një pyetje. A e dënja Ebu Bekrin ashtu si e dënja Aliun radiallahu anhu? Krahasimi është vesi shejtanit. Shejtani, kur i tha Zoti shejtanit, kur i tha Zoti Iblisit, pra i tha bjen në sejdë, ai tha jo, tha unë nuk bi sepse mu ke kriju prej zjarit të pastër, ndërkaq këtë Ademin e ke kriju prej argjilës, tokës së zezë. Kështu që krahasimi është për mua është mëkat. Unë nuk isha dasht me krahasu dashurin, unë respektoj edhe Omerin, edhe Ebu Bekrin, edhe Osmanin, edhe Selman Farisiun, edhe të gjithë ata që kanë dhënë kontributin e tyre të mirë, ndërkaq nuk i jap vetes
nuk i lejoj vetës që të gjykoj veprat e tyre që ka pas edhe veprat të papëlqyera, për të cilat edhe vetë profeti, vetë Kurani ja ka tërhekur vërejtjen, mirë po unë nuk i gjykoj, sepse njerëzit si Omeri, si Ebu Bekri, si Osmani, mund të jenë të gabuar. Prandaj është krahasimi i panevojshëm. Ok, shumë mirë. Sipas mësimeve tua për Ehli Bejtin, a janë Aliu radiallahu masum? Masum do më thënë i pastër nga mëkatet. Po. Po, masum është, sepse vërtetohet në surën Ahzab ajeti 33. Po, Edhe në shumë versete kuranore. E kuptova. Atëherë, a donte a ketë njëjtën dashuri tek Aliu sikur dashuri ndaj Allahut? Pra po është një krahasim shumë brutal. Jo. Numër një është dashuria ndaj Allahut, profetit Muhammed e pastaj të gjithë të tjerëve me radhë. Madje, para dashurisë së profetit Muhammed nuk vendoset as dashuria ndaj familjes. Edhe njëherë po të pyes. A nëse je për Ehli Bejtit, Po, a je për Ehli Bejtit, jam prej Ehli Bejtit, po. dhe nëse ti nuk e don Aliun, ashtu qysh e don Allahin, ti nuk i je për Ehli Bejtit. Shiko, Ti s'ke lexuar. kjo është mendimi juaj, mirë po dashuria ndaj Allahut është numër 1, ndaj pejgamberit është numër 2, e pastaj vjen Ehli Bejti, Aliu, Fatimja edhe 12 imamët. Sepse ne duhet t'i bindemi atyre, simas Maide 59, Etiullaha wa etiu Rasul wa ulil amri minkum, bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe bindjuni atyre që japin urdhëra. E ata janë 12 imamët. Unë kështu e di, mund të jem gabim, por gjerisa ju nuk keni një kundër argument, nuk keni të drejtë e mohoni këtë argument që unë ju dash. Edhe njëherë po të pyes, ti the jam për Ehli Bejtit. Po. Nëse nuk e don Aliun alayhi salam, sikurse e don Allahin, ti nuk i jep Ehli Bejtit. Ashtu të flasin librat. Kjo është predikimi juaj. Mund të jetë ashtu simas juve, mirë po unë nuk e mendoj. Po ti si je për Ehli Bejtit, atë ti je sunite. Ju nuk jeni profesor doktori im edhe shehu im që mundeni me në gjyku, as Allah. Unë nuk e qes në dashurinë e Allahut me askë nuk e barazoj. Po ti në Kosovë këta nuk e bën, se këtu është marryshe, dikun tjetër e bën. Ju po paragjykoni, zotëri Idrisi. Ja, s'paragjykojnë. Jo, ju po paragjykoni. Unë ju përcjell shumë ti zonja i Gjeni një vend që unë e kam fy dikond prej shokëve. Një video. Jo se ke fy kërkon, s'po thonë që Atëherë mos paragjykoni, ju lutem, dashuria nuk matet me peshore, as me fjalë, nuk matet dashuria as me peshore, as me fjalë. Dashuria është nga zemra, nga shpirti i shpirtit, krijuesit. Dashuria ndaj Zotit nuk matet me kurrë. Dhe ndaj profetit Muhammed, as dashuria e djalit tem të ndjer ndaj ti, as dashuria e nënës, as dashuria e babës, e fëmijëve të mi, nuk vjen në dy zen me dashuria e Allahut, profetit dhe Ehli Bejt. Atëherë nuk e kije doktrinën e Ehli Bejtit. Ti nuk e pasan Ehli Bejtit. Kjo mund të jetë gjykimi juaj, por unë jam muslimane dhe pasoj Ehli Bejtin dhe e du Ehli Bejtin edhe kam obligim me ju bind Ehli Bejtit, simas surës 4, ajeti 5. A i pason ti libra që flasin për Ehli Bejtin? Libra në kryesore, hynore është Kurani, dhe janë libra tjerë të Sahihul Buhariut, Muslimit, që kam respekt, ato të cilat i kanë tefsiri i Imam Aliut,
në hadithet e Imam Aliut, të cilat flasin për Ehli Bejtin, edhe nga Tirmidhiu, edhe nga Ibn Majah, edhe Sahihul Buhari e tjerë, të gjitha këto hadithet që flasin për Ehli Bejtin e ma japin një ndriçim edhe një dashuri më të madhe për Ehli Bejtin. A është absolute? Absolute është vetëm dashuria, vetëm Zoti është absolut. A kje dashurin ndaj Aliut, dashuri në absolute? Na jemi në evolim të dashurisë, të bindjes, derisa të arrijmë të përkryerja jonë shpirtërore, derisa të arrijmë të bëhemi insani kamil, që është shumë e vështirë, por nuk i dihet. A kje dashuri absolute ndaj Aliut radiallahu anhu? Jo, dashuria absolute është vetëm Zoti. Aliu, respekt për ta, mas pejgamber. Më falë që të pyta dhe i këtë unë vesh thëmë tash nëse paragjykoj në paragjykimet e mija, por unë duke lexuar tekstet shumë të atë Ehli Bejtit, unë e di që shumica për tyne qesin në peshore, që dashuria ndaj Imam Aliu duhet jetë sikur të dashuria ndaj Allahit, e ti nuk e pranon këtë, është mirësia. Zoti kur e ka krijuar, numër 1, ka krijuar Nuri Muhammedi. Në këtë Nuri Muhammedi, hala pa lind në atë mënyrën biologjike, profetin Muhammed në vitin 571 Hijri, ai vetëm është kriju Nuri i tij, që do më thonë drita e tij, pa të cilën nuk ishte me bi asni fije bari, pa dritën e profetit Muhammed. Na duhet më konë nasi musliman shumë të kënaqur, që e pasojmë profetin Muhammed, që Zoti ka thënë për hatër ti e krijova xhenetin, malet, fushat, qiejt, tokën, yjet, krijesat, gjallësat për hatër Muhammedin. Në nurin e Muhammedit hyn Fatimeja, Aliu, Hasani dhe Huseni që quhet Ehli Bejti. Pas Nuri Muhammedit, Zoti i krijoi engjëjt që të jenë në shërbimin e tij, pastaj i krijoi xhinët dhe më në fund i krijoi nesnasët, krijesat me inteligjencë të dobët. Nga nesnasët, pastaj e krijoi Ademin alayhis salam e tjera e tjera. Kështu që ju çka mund të thoni se Aliun e duan më shumë se Zotin, besoj se ka shumë hadithe të rrejshme, ose daif, si nga Ehli Suneti, më falë Ehli Suneti si takon me thonë, si nga dietarët librat burimet sunnite, si dhe ato shiite. Ka hadithe të rrejshme, falë Zotit që Kuranin i kemi të paprikur. Që unë e besoj që një hadithi për 12 prisit edhe për Ehli Bejtin, po ja për Ehli Bejtin nga Sahihul Buhari, Muslimi, hadithi numër 2408, libri 44, kapitulli 15. Shikoni çka, plus ky njëjti është Suneni Tirmidhi, hadithi numër 3786, Musnedi Ahmed ibn Hanbelit, themelusi i mezhebit Hanbeli, që është me shumicë në Arabi, thot kështu: Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thënë: unë po ju lë mes jush 2 trashëgimi të rënda, librin e Allahut dhe familjen time Ehli Bejtin. Kitabullah wa itratu ahlul bejt. Nëse i përmbaheni atyre, kur nuk do të devijoni pas meje. Këto dyja nuk do të ndahen nga njëra tjetra deri kur të më takojnë mua në Haus. Burimi Haus është në Xhennet. Këtë e kam mësu, nuk e kam mësu për fat keq në medrese, sepse për 4 vite në medresen Alaudin Hanefite, as edhe një leksion, një mësim nuk kemi pasur për Ehli Bejtin. Por fati mirë që unë i kam lexuar brenda një vere,
komplet Sahihul Buharin në moshën 27 vjeçare dhe atë shumë jam trishtu nga hadithet rrejshme erotike që kinse i ka transmetuar Aishja, që unë nuk i kam besu se unë kam respekt gjithashtu për Aishën, sidomos për vdekjen e saj tragjike që hoxhallarët nuk e tregojnë, dhe kur e kam lexu Sahihul Buhariun, unë i kam kuptu cilat mundon me qenë hadithet e rrejshme që përmes Aishës kanë dashur m'ia ul autoritetin e profetit Muhammed. Te shijat e hiperbolizojnë autoritetin e Imam Aliut, Ehli Beitit, te sunite minimizojnë autoritetin e tyre, madje edhe i viktimizojnë, i mbysin, i masakrojnë prej Hazreti Fatimës deri te para Imam Mehdis, të gjithë imamët u masakrojnë. Ja, pra, ky ajet nuk është nga burimet sunite Hoxh Idris Mehmetit. Tash më ranë mend prej zonit që ju jeni një teolog. Prandaj thot, unë po e la dy gjëra, Kitabullah ve Itretu Ehli Beit. Këto janë nga Sahih Buhariu, Tirmidhiu e tjera. Ja edhe hadithi tjetër për 12 imamët që ju i futët edhe Ebu Bekrin, edhe Omerin, edhe Khulefaj Rashidin, edhe ato majmunat që kanë hypë në për mimbere që profeti thot ka me harë një kokë, ku majmunat kanë me hypë në mimberin e xhamis, edhe ka dale vërteta në shesh, ja që ka thot, feja do të mbetet, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thonë, feja do të mbetet e qëndrueshme, derisa të udhhiqet nga 12 prijes, të gjithë do të jenë nga Kurejshët, nga fisi profetit Muhammed. Kjo shënohet nga burimet e sakta në tri burimet sakta sunnite, unë nuk i kam marrë këto nga burimet shiite, por nga sunnite, pasi këto libra i kam në gjuhën shqipe, tjerat i kam ma shumë në gjuhën persishte dhe arabishte, e jo ma pak njohse e tyre. Thot, ky ajet pra feja nuk do të mbetet e qëndrueshme derisa të udhhiqet nga 12 prijes, të gjithë do të jenë nga Kurejshitët, fisi i profetit Muhammed. Sahihul Muslim, hadithi numër 1821, libri 20, kapitulli 5. Sahihul Buhari, volumi 9, libri 89, hadithi 329. Musnedi Ahmed ibn Hanbelit, vëllimi 5, faqja 87 dhe 92. Unë i besoj ajeteve kuranore dhe haditheve të sakta. Sa shka në loza vertikale tek Ebu Bekri që është i afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Pa marrë parasysh që mundet me qenë i afër i pejgamberit, mundet me qenë ka pas edhe vllau i Imam Hysejnit, që është nga loza e pejgamberit. Vllau i Imam Hysejnit, Hanefiu. Me ajet po flas. Unë nuk e di pse po bëhet pauza. Pra, vllau i Imam Hysejnit, Hanefiu, i cili ka qenë me kamën e smur edhe nuk e ka ndjek Imam Hysejnit. Edhe ai ka qenë prej lozës pejgamberit, por nuk ka qenë imam. Mos tentoni me shti Omerin e Osmanin në lozën e pejgamberit, apo dikon tjetër, sepse vetë djali i Imam Aliut nuk është prej këtymve 12 liderve që janë 12 prijes që janë nga fisi jam Kurejshi. Pse se ka përmend Zoti edhe Hanefiun, edhe ai ka qenë djali i Aliut. Ai nuk është prej prisve. Omeri, Osmani mundet më shkon djalë agje. Edhe Ebu Lehebi ka qenë agja i profetit. Edhe Ebu Sufjani, edhe Muaviu ka qenë agja prej Kurejshive, po nuk mundet më rezotni Muaviu me hyte. Po si të krahason tashti, pse po bën analogji tashti për shembull edhe po e qet Ebu Bekrin ka si me Ebu Lehebin, Allah e drejtuar. Jo, nuk pëqes, po ti po don me fut Ebu Bekrin në këtë hadithin e 12 prijesve. Nuk ka logjik. Nuk ka logjik, zotri. Jo, ka logjik, ta bëja ja jetë, ta bëja verse, jo vetëm këtë,
për 1500 sahab që i ka cek ajeti Kur'an. Unë nuk jam të prek, vetë është të naldi. Fet, Suratul Fet, do të më gjeti ajetin, 4. E keni me ndërprerje, zotëri. Nuk jam të Ajeti prek. 40, Suratul Fet. Zotëri, komentimet e Kuranit lypin Suratul Fet, ajeti 18. Lekad radiallahu, e din këtë ajet, Suratul Fet. Zotëri, na Për ata që i kanë nuk jemi një bobeja, panel për ata akademik. që i kanë bubeja për nga me sallallahu alaihi wasallam tahtë shëgjere, nën hijen e pëmës. 1500 sahab. Ku mundi më hamta? A kanë deviju sahabët, a kanë deviju disa sahabë për 1500-ve, pas profetit Muhammed. Ja, këtë s'ka pos asnjë deve, asnjë. Jo. Atër jeni Historia e një. 1500 sahab. 1500 edhe prej 1 milion ashabeve, tabinve, tabinve, e tjere, nuk mund t'i krahasosh as me 2, as me 1 imam të ehli betit, as me 1. Sahabët e kanë vendin e vetë, shokët e kanë vendin e vetë, familja e ka vendin e vetë. Unë kam dëshirë me folë për vlerat e ehli betit, kush është ehli beti, sepse nuk e njofim ehli betin, sepse mu hoxha i xhamis kur nuk më kam mësu për ehli betin, sepse mu profesori i medreses edhe profesori i universitetit në Sarajev kur nuk më ka folë për ehli betin. Prandaj unë, nëse dëshironi me folë me mu, na mund të flasim vetëm për vlerat e ehli betit, pa bërë krahasime me sahabët, sepse vetëm bëjmë urrejtje. Unë s'kam qef me pas urrejtje në zemrën time, sepse profeti Muhammed na ka thënë me një zemër që ka urrejtje nuk ka besim. Ose njëna ose tjetra duhet me dalë. Mua më mjaftojnë hadithet e Sahihul Buhari, Muslimi, Tirmidhiut, këto i kam përdor dhe mua mjafton këto ti besoj dhe të veproj si masa. Kush ka urrejtje sipas te? Unë nuk kam urrejtje. Mund të kenë njerëzit urrejtje, mund të kenë edhe hasmëri, mund të bëjnë edhe krime, si që kanë bërë. Po une nuk i lejoj vetes me folë për më të largëtit e pejgamberit, gjerisa për familjen e pejgamberit nuk kemi njohuri. Nuk kemi njohuri për Aliun, nuk kemi njohuri për Fatimen, vetëm kemi njohuri të djallëzuara që dëshirojnë me fut për qamje, për një të vërtet, po unë do të mundohem deri në frymën e fundit që të tregoj të vërtetën që e kam gjetë dhe me këtë vërtet do të zhargohen 1 milion gënjeshtra. Por atyre që ja ka vullos Zoti zemrat me fanatizmin e vetë dhe pinë vetëm prej një burimit marrin e pinë ujin, nuk e shijojnë edhe burimin tjetër nga xhelozia, nga inati. Për ato unë s'kam qef me folë, muam kur t'i kry vlerat e ehli beti, që populli jem nuk e din, atëherë komenis me folë për asaj. Të premtoj, komenis me folë për Aishën, bile shumë shpejt për Aishën. A kete ndaj mahtutat, dërshkrime të vjetra, a ke shfletu në herë? Faleminderit, ti e dervishe, jo nuk jam dervishe, nuk jam tarikat. Po leja tarikat. të komente, se mu më shfyjme dhe mu. Shiko, ti lam vende dhe tjerve si janë të prit një 7-8 vete. Oke, aj notër e mjetë. Po, s'ka dert, kam libra, kam mjaftushëm libra, sot e kemi edhe falë Zotit inteligencën artificiale, kemi website-et sa të duash, por i kam edhe ja do libra, i kam edhe këtu si që po shihni ja do libra, po këto kur gjë nuk janë në që se një buron nga libri i zemrës. A den që e mahtutat? Janë rëfime, janë shkrime, mahdudat, është mahdutat. Okej, ju jeni njohës i arabishtës, keni studiuar ndoshta në arabi, na tregoni zotëri. Janë dërshkrime të vjetra arkeologjike, dhe të tëtë arkive,
të vjetra. Kemi, kam ato edhe kam profesor doktor Mustafa Qazvini, i cili biletot i fus dorzat edhe i lexon me një shkopiqe. Ai profesor doktor Mustafa Qazvini, të nderuar miq, kam derin të ju njoftojmë me profesorin tim, dhe mund të ankoheni ati në YouTube, ti thoni se Iqballi apo e devion apo diçka. Vetëm të regoni Mustafa Qazvini dhe dietar Qazvini jetojnë në Amerikë dhe i kanë ligjëratat e tyre në YouTube kanal. Dhe ai thot kështu, kur më parashtrohet ndonjëherë një pyetje apo një dilemë shumë diskutabile, një fenomen apo një si themi një problem në shoqëri, tha unë detyrohem me ble biletën e aeroplanit prej Los Angelesit, prej atij Amerikës, edhe me shku në Kerbela, me shku në Nexhef, edhe me shku në ato mahdudatet e vjetra, që i shti dorzat edhe e qes masken edhe i lexoj tha, edhe vi për qatë çështje prej Amerikës, prej Nexhefit shkojnë në Amerikë. Edhe nuk flas tha këshilla, sikur na që jemi i japim këshillat sikur se mi jek dorzat prej duarve. Nëse është i sinqert nëse është i sinqert, me përjashtu type e helibetit. Nuk keni nevojë ju me gjëku, profesor Mustafa Qazvini, shkruan aty Mustafa. Qazvini. Ai është profesori im, unë e ndjeki pasi e njoh mirë anglishtën. Ai mundet mu me më përjashtu, ose mundet me më orientu, po unë e kam taklidin. Okej, zotëri Idrisi, faleminderit që ishit. Selam aleikum. S'po të luaj më shumë. Aleikum selam, s'ka problem nderuar. Kur doni bujrum. Okej, dishku. Mustafa Qazvini, po. Al Qazvini, super. Ismaili me siguri po i ndjek. I ka edhe 4 djemë edhe i ka edhe kretë kjo familja Qazvini, këtë gjyshes të gjysh i kanë varezat afër i Imam Aliut në Nexhef. Do më thonë janë një familje akademik, profesor, doktora që me të vërtet shumë kanë dhënë për fenë islame. Vetëm shkruane një pyetje për shembull çka të intereson edhe shkruaj from Qazvini. Edhe kretë Qazvinat ju dalin dhe ta japin përgjigjen. Na mundemi me gabu, unë jam nxënësja e tij, por urime martesa e javës. Martesa e javës? Nise, hajtë po pish këtu i nanës tënde që ato, se dhe emër s'paske, as ftyrë, as emër s'paske. Po e di ku po e qesish, po më bëft mirë qaj. Që më ka bërë i dashur. Guest request, edhe ftyrën nuk e ki, edhe emër s'ki, i ki vetëm 5 pikpyetje. Falë, po nuk mund të pranej. Slik, hajt ta këshim Slikun. Selamu alaikum. Aleikum selam, vllai nderuar. Si jeni? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Bof mirë qoj. Faleminderit. Që edhe ju kam avoni ta të bëft shnet, o zemër, faleminderit. Qërbe femrat kur të dojnë, ti Sliku kur të dojnë femrat të dojnë me që zemër, pastre. Aleikum selam, gusta. Po, nojnë, vla. Po, vëqdisht, me të vejta, din për 12 imam. A mund është për gjithë nëj ajet koranor që full për ta? Po, për imamët. 12 imam. Po, për 12 imamët që njëherë është ajeti në surën Bekare. Ta shigjoj se unë e kom shkrujt edhe këtu, si që po e shihni në kompjuter, se s'jam asi e kam tematikat e pësashme. Ajetet kuranore ka, është verseti i parë, është ku në surën Bekare 71, veç pak ta gjoj këtu, imamët dhe ehli bejti në Kuran.
është kur Zoti i thot 2:124 dhe përkujto kur Zoti i thot Ibrahimit a.s. I thot o Ibrahim ty të kom zgjedh edhe si pejgamber por edhe si imam, lider. Dhe Ibrahimi i lutet thot o Zot, thot a do t'i bësh pasardhësit e mi imam? A i thot po, Allahu tha premtimi im nuk i përfshin vetëm ata që e bëjnë padrejtësi. Do më thënë, imamët janë zgjedh qysh në kohën e profetit Ibrahim a.s. Surja 2:124. 33 dihet më kjo, që Imam Alia, Imam Hasani, Imam Huseni janë përmend në këtë verset. Thot, dhe Allah, ve me yuridullahi yadhhab alaykum ar-rijsa ahlul bejt wa yutahhirukum tathira. Dhe thot Zoti dëshiron, thot dhe qëndroni në shtëpitë tuaja, i thot grave të pejgamberit, dhe mos u zbukuroni veten ashtu siç vepronin gratë në epokën e ignorancës. Falni namazin dhe jepni zekatin dhe bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij. Allahu, kjo qenë ka gabim me kom qitë përkthimin. Po. Allahut, bindjuni Allahut dhe bindjuni profetit, sepse profetit i kanë lyp, kanë thënë, o pejgamber, a pishe ato gratë e Medinës, kreti kanë mush me dukat, krihet, sen, ti thotë neve në lodhe, kreti për na shtin me punu, o në ministrinë e mirëqenies sociale, o aishën e ka punësu në punët e shtetit, ata, këta, Fatimen, gratë, të gjitha i ka punësu. A i thot, Zoti do më thonë, bindjuni Allahut edhe bindjuni profetit, mande vazhdon pikësh këtu, si pas Feti Mehdi, thot, Allahu dëshiron vetëm të ju largoj pa pastërtit, nga ju, jo t'ju pastroj, se dikush thot nga dytësira, përkthimi është shumë brutal. Ndërka që këtu i Feti Mehdiu, që është profesor, doktor akademik, thot ju largoj nga papastërtit, ju ma i larg, o familja e shtëpis, ja ahlul bejt përmendet, dhe ju t'ju pastroj plotësisht, që këtu do me thënë ehli bejt, imamët, 3 imamët e parë, në krye me babajin e imamëve, që është Imam Aliu, pastaj Hasani, Hyseni, Zenul Abidin, Muhammed Bakir, Gjafer Sadik, Musa El Kazim, Ali Riza, Muhammed Taki, Ali Ennaki, Hasan Askeri, Ajil Ferejahum, Imam Mehdi, të cilën e përmenda në hadise. Ki 42:23, edhe ky është një ajet kuranor, i cili 42:23, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërbilim për këtë, përveç dashurisë ndaj familjes time. Kush bën mirësi, na ja shtojmë të mirat. Vërtet Allahu është falës të mirënjohës. Familja e pejgamberit janë 5 antarët dhe 12 imamët që i paraqita në hadithin që thot mas meje do të keni 12 prijes nga fisi im Kurejshi. Madje te hadithet nga dietarët sunni i përmendin edhe me emër të cilët kanë me ardhur. Këtu është, e dyta 5:25. Zoti im, unë kam pushtet vetëm mbi veten time dhe mbi vëllaun tim, prandaj na ndaj ne për njerëzve të prishur. Edhe ky verset kur ka zbritur, profeti Muhammed ka thonë, ja Ali, Musa, e përmend vëllaun e vet. Thotë Haruni edhe Musa janë 2 vllazën, të dytë janë pejgamber, por edhe na jemi 2 vllazën përveç se ti nuk je pejgamber. Do me thënë këtë verset kuranor e vërteton Imam Ali. E tjera, ka shumë. Mos të marrim shumë kohë të tjera. Okay. Mundi vetëm qëse e kishe me shënu, mundi shënoji edhe vetë lexoji vetëm numrat. Pra 2, Surja 2, ajeti 124. Surja 33, ajeti 33. Surja 42, ajeti 23. Surja 5, ajeti 25. Surja 11, ajeti 17. Surja 13, ajeti 7. Surja 4, ajeti 59. Atiullahe wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Bindjuni Allahut
bindjuni profetit dhe bindjuni atyre që ju japin urdhëra. Pra janë 12 imamët dhe pasuesit e imamëve. 4-5-9. Vazhdoj. 3-6-1. 5-6-7. 2 kemi haruar se cikojnë mund të tregoni se si ajo dëshironi edhe ta. Okej. Këto ishin pra krejt versetet kuranore, por këtë pjesë unë do ta prej në TikTok, do ta bëj kat dhe ju mund ta studioni. Mund ta studioni nga studimi sipërfaqësor, vetëm t'i lexoni, por nëse hyni në tefsirologi dhe në hadithologi, shkencën e tefsirit dhe shkencën e hadithit, ju keni me pas që këto referenca kuranore i bashkangjiten edhe referencat e tefsirit edhe hadithit që përputhen edhe nga dietarët sunnit, shumicën e tyre, një pakicë nuk i pranojnë, edhe në dietarët shia. Ka që ishte. Okay. E kam edhe një pyetje. Pa tjetër, vllai i nderuar. A thotë për shembull ja Ali Medet? Ja Ali Medet, këto ma shumë e thonë tek tarikatët. Pa përdor ti personalisht. Jo, nuk e përdor. Nuk ka rasti me përdor, po edhe me përdor dyqysh është simpatike, se unë shpesher, sidomos në Matem, i vizitoj shumë teqet e Kosovës, sa kam mundësi, s'po kam vetur që duhet shumë e vjetër edhe s'po mundi me shku, se kisha fjet në Rahovec aty naj teqe, që bukur e manifestojnë atë solidarizohen me dhimbjen e Imam Husejnit, edhe atje kur e nintën ja Ali Medet. Medet, shka i bje Medet? Një mu. Ndim, Medet, me të një mu. Po, Medet, ama qka i thojnë? Medet halli për ty, qka thojnë, a? Medet halli. S'po dihet, Medet qka i bjerë në gjuhën arabe, veç e ka një kuptim të mi. Ama nuk është haram, o shumë mirë, që me thonë, o, baba jem, jebe baba jem, ja Resulallah, lebejke, ja Resulallah. Kur kom shku të pejgamberi, 1995, në plot gratë aty të shqip, lebejke, ja Resulallah, po të përgjigjem ty, ja Resulallah, sepse a i ka thonë, kur vinin qabe, edhe mos u ktheni në vendlindjet e juaj, pa mardh me më vizitu. Për neve, pejgamberi s'ka vdik, edhe ky hadith vlen. Pra, çdo kush ka shku në qabën me vizitu, e ka pas edhe obligim me shku të pejgamberi, gjersa ka qenë me trupin fizik. Masa mshimit të ti, na krejt musliman nuk ka shansa me vendlindje pa shku të pejgamberi. Prandaj, lebejke ja Husein, ja Ali Medet, ja Muhammed Medet. Nuk është gjëkic. E pas të jenë nuk është shirk. Ja, nuk është shirk. Shirk është mi bë rival Zotit. Ja Ali Allah. Kjo është shirk. Okej. Kjo është shirk. Ja Ali, ja Muhammed Allah. Kjo është shirk. Me dash, me i ranë sesh dhe Alis. Kjo është shirk. Mas me besu Allahun, po mi thonë Alia është djali i Allahut. Kjo është shirk. Nuk krahasor qenjet njerëzore me krijues. Po ka shumë për shembull sektet shiut që lypin direkt ndim pe Aliut. Shiko, sektet Sunni dhe Shia janë musliman, të dytë, këto dy sektet e mëdha janë musliman. Kërkush, unë e kam shku vetë në teqen në Gjakov, edhe kom bo pytje, kom hije, kom provoku një grue. I kom thonë, pash zotin, qysh bre s'po tutën i thash, qysh pi boni, thash, qysh pi lutën i këtij të vdekmit. U tha, estakfirullah, plaka. Tha na i lutemi Allahit, po na kemi artë të ky shehi këtu, a i shehi ku me ditë shumë i vjetër ka qenë, përpara shehet kanë qenë njerëzi shumë të ngritur, nuk janë si shehet e sotshëm, që e veshin për pak për shumë, atë gjybën edhe bëhet sheh. Përpara kanë qenë shehet në kohën e luftës me Gjermanë, thonë, kur kanë shku aviacionet e mëdhaja për me gjujt bomba përmi Gjakov,
kanë ardhur pilotët, kanë thonë që hej, si është e mundshme, s'ka mi pas shtëpia as kur gjo, veç ka qenë ujë, kënet ka qenë. Do më thonë, qatë shumë ata shehat janë mësuesit e shpirtit. Shej Albani, do më thonë, është mësuesi i shpirtit, për shembull që e kanë të sunitet, ose shehat e tarikatit, këta janë hala mësuesit e ngritjes shpirtërore. Ata që shi dinja do gjana, që shi arrin në ngritjen shpirtërore, unë nuk e di. Unë kam disa pretendime të mia që nuk pajtohen, por janë disa gjana që mund të mësojnë, mund të arrish. Prandaj nuk bëjnë shi, kërkush nuk i lutet varrit. Unë jam kanë të Imam Huseni, tybe nuk pasja lut ati. Ja Imam Husein, nuri jot ma shëndrit ftyrën teme. Ja Imam Husein, ti e ke rujt fejën e gjushit tëmë, me gjake me shpirt. Ja Imam Husein, më falë nëse unë nuk po mundi me ba sa ke ba ti. Ja Imam Husein, ja Imam Ali, me ditunin tënde, me gjakin tënd, janë ujit ditunit hynore, me Kurane, me hadithe, me tefsir. Ja Imam Ali, e tjera, e tjera, e tjera. Në shkojmë bëjmë muhabet me ta, sepse ata nuk kanë vdek. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, wala killa yashurun. Mos thoni për ata që kanë ndru jetë në rrugën e Allahut. Ata nuk kanë vdek, ata janë gjallë, po ju nuk i shihni. Kush ka luftu ma shumë se pejgamberi në luftën në rrugën e Allahut? Ja Resul Allah, më falë, ja Resul Allah, se unë nuk po mundi për fejnë tënde, për që ti e ke dhënë jetën, e ke dhënë familjen, e ke dhënë vajzën, e ke dhënë dhëndrin, e ke dhënë 12 imam, për me rujt Kuranin e shet. Ja Resul Allah, ban shefat e Allahu që të më jep forcën, që dhe unë të punoj në rrugën tënde. Ja Resul Allah, merë ma shpirtin, o Allah, që se këmbët e mia nuk janë të forta në rrugën tënde. Ja Resul Allah, gjitha ato kilometra i kom marë për ty. Ja Resul Allah, Allahume rzakna shefat e Resul Allah, fi dunja wal akhire. O Allah, më furnizo me shefatin e pejgamberit në dynja e në ahiret. Nuk i lutemi na pejgamberit, as Imam Aliut, as Imam Husenit, as sheheve në përteqe të Kosovës, të Bosnës, të Turqisë, të Arabisë. Sheteqja e Imam Hasanit ka qenë në Gjenatul Bakije, në varrezat përballë xhamisë pejgamberit. Abdul Vehabi e ka bërë rafsh me tokën. Imam Hasani, nipi pejgamberit, që aty e ka varrin, rafsh me tokën. Po, s'ki qka me bom. Njerëzit e kanë mendimet e veta, unë nuk mund t'ja ndaloj askujve çfarë ata mendojnë për mu, ama unë kam me dhonë përgjithësi para Zotit çfarë unë mendoj për ty. Okay. Kështu, apet nuk jam marrë me debatu, po jam marrë me këshirë besimin tënë, çfarë besimi ki. Po, nuk mundeni me ma vlerësu, po mundesh me unë njoftu me besimin të. Po, kam qef atin... Po, shumë bukur. Vjen mirë që je vigilent, nuk je ashtu trush për larës. Çka të thojnë? Imam Aliu thot janë e gënjeshtra dhe vërteta kanë 4 gishta në mes. Çdo gjë që ndëgjon nuk mundet me qenë e vërtet. A çdo gjë që sheh është e vërtet. Sepse ti po e vërteton besimin tënd. Unë po ta them sot, edhe derisa të vdes, se kërkush nuk është budall me ju lut varrezave, por kam respekt. Unë kur shkoj te djali jam pardjekish, e pash një ndër të mirë, edhe thash fal Ahmet se mami të kom haru. Se unë zakonisht shkoj, nuk e kom haru, po obligimet e jetës, një herë në javë, në muj pejgamberin ato duhet me vizitu varrezat. Edhe djali merr nëndër, i lumtur, e kish kap malli, e më përshafoj muj, përshafoj edhe motrën e vet. Edhe shkova, thash, Ahmet biri mamit, më falë që bisedoj unë me ta. Ja lexova Allahu la ilahe, thash. O imam, thash, atë kujtohet që kur shkonin prej Prishtinës në Prizren,
edhe 7 herë, si mas pejgamberi sallallahu alaihi wa ali, 7 herë lexohet ajetul kursia, 1 herë për tokë, nalt, djathtas, majtas, përpara, mbrapa edhe nga vetë mbrendia e veturës, me të mbrojtë Allah. E unë 3 fëmijë theshëm, hajde, ju keni me lexu, kretë kemi me lexu bashkë, 2 herë kemi mira, 7 herë lexojshëm. Edhe nisa me lexu Allahu la ilaha illahu, a beson? Ka arë si një puhiz të vorri i djalit tem. Ka arë si një puhiz, kështu që e pash, ndiva që u gëzuaj me këtë përkujtim të bukur që ja dhash nga kjo dynja. Kështu pra, kërkush nuk shkon me adhuru. Po, janë disa norma. Përpara pejgamberi e ka nal vizitën e varrezave. Mandej ka pa që njerëzit kanë hupre, kanë haru vdekjen, atë prap e ka bo obligat. Okay. Nice. Alpo, faleminderit shumë. Shumë faleminderit vëlla, të përuroj për kulturën, për edukimin që paske në komunikim. Faleminderit shumë. Vaj të rujtë. Selam aleikum. Aleikum selam. Juzer, as emërski, as ftyrski. Edhe plus po flet fjalë të pavërteta. Hajde shko thuj nanës tënde që të fjalë. Hajde edhe ti barber se ki vendin ti këtu, as emërski, as ftyrski të vërtet. Hajde shko të nona jote. Hajde thuj nanës, pse me nanës më ke eduku? Po s'ka faj e ngratas, s'ki shka me bo. Do t'i marrë ma mirë shtu nga një, po s'po di që shme bo kështu me 2. Po silën ato, po s'po di që shme bo këtu me 2 ndamje, o sot ku marrë. Ya Resul selam aleyke, ya Nebi selam aleyke, salavatullah aleyke, ya Resul selam aleyke, ya Nebi selam aleyke, salavatullah aleyke. Dikina Fadil, po mundohem me ju pranu, po... bravo, dur. Ma unë pranon live. Po, përshëndetje Fadil. Ma unë pranon live. Të pranova, vëlla. A? Të pranova. Më bon. Po ty shatë live. Po. Nëse, ka problem. Respekte pa fund dhe suksese. Faleminderit, Arti. Allahu ta shpërbleft në njëjtën mënyrë. Respekte edhe për juve suksese në këtë jetë që ta fitoni sa më mirë një xhenet të bukur në heret. A i komenton Ondra Dogoku Sokuna, i komentoj, po nuk merrem shumë, veç për veten, veç për shoqet e mia, për familjen tim. Unë jam selefi dhe e dua Aliun radiallahu, po normal. Aliun e don vetëm besimtari, është një hadith i profetit, dhe urren armiku. Hipokriti, falni. Normal që Imam Aliu është një personalitet që është i dashur edhe tek sunitet edhe tek shiat, veç normal, shiat pasi që janë vëllëfosur, për shkak se
Imam Aliu është vrarë në natën e 19 të Ramazanit duke falë namaz me thik në qafë. Është plagos, pas 3 ditë e ka ndru jetë. Dhe kjo ka qenë për shkak të Muavijut i cili e ka mërtu ehli sunetin. Dhe normal të shijat pak ma shumë e solidarizohen me dhimbjen, me vujtjen, edhe ja e kanë në shpirt, në zemër historiografinë e tij, ja din çdo segment jetës, ndërka te sunitët nuk kanë shumë njohuri për Imam Aliun, përveç që ka qenë i fortë, ka qenë i dishëm, e tjera, shumë pak kemi njohuri, s'paku unë e di ashtu, nga praktika ime, nga shkollimi im, shumë pak kemi mësu për Imam Aliun. Pse lutesh në imame? Jo, nuk lutem, s'ti shka ki. A ban kufër me shku në tyrbe? Jo, kurse si. Kufër ban edhe me dasht fëmin tënd si Zotin. Për shembull ka raste, rëzu fëmia, u ba nona çmendet, i vdes fëmia, nona çmendet, demoralizohet, e don mallin si Zotin, çmendet. Kjo është shirk. Shirk të bëhet edhe Zot, edhe fëmia, edhe pasunia, edhe krejt. Prandaj na kur shkojmë namaz, kur bëjmë kështu ruku, e drejtojmë këtu shpinën edhe thëjmë ja Zot, e qesim qafën sikur në satër në ruku. Ja Zot, subhane rabbiyal a'la, azim ve bihamdi. Lartësuar është emri yt dhe të falenderoj ty. Ja ku është qafa jeme. Kështu kur shkojmë në ruku, kur përulemi në namaz. Prandaj dashuria shkon bashkë me njohurin. Sa ma shumë që njihni Alin, aq ma shumë keni me dasht. A për me dasht, mos me njoht, ajo është një farë. Dashuria shumë e zbeht. Sepse atëherë edhe e justifikoni, si kur ka disa veta që e justifikojnë veprën e Muavijut. Po, Gazaliu për shembull, jo, shka me bo, se me luftu me Aliun, se me dalë nonën Aliun. Edhe kjo musliman, edhe kjo musliman. Muavija musliman, Aliu musliman. Edhe ky po falet, edhe ai po falet. Hajpat në surën Enam, thot. Ata thot që janë besimtarë edhe në veti kanë mizori. Ata do ta kenë të merë fundin poshtrues. Plot veta janë besimtar, po janë edhe mizor, janë edhe tiran. Shka qenë Jezidi. Prandaj dashuria e Imam Alihut mund të jetë vetëm me zemër, edhe ehli bejtit. Ata veç e kanë zemër edhe kur nuk flasin për Imam Alin. Me bo shumë me fol hoxha për Imam Alin, për të vërtetat e Imam Alis, me njeri thënë që ky shia, e qesin prej xhamisë. Pra, ehli bejti duhet me zemër, ajo dashuria është e hipokritit. Ehli bejti duhet me zemër dhe me gojë, kjo dashuni është e frigacakut, sepse ai nuk flet shumë, por dashuri, veç flet, na e doj, na Imam Aliun. Kjo është dashuri e frigacakut. Si mundesh me dashti? Sa ma shumë e njeh një njeri, e don, edhe sakrifikon, edhe je në anën e Aliut, e jo në anën e Muavijut. Nuk mund t'i thush edhe Aliut radiallahu anhu, edhe Muavijut radiallahu anhu. Muavija thot radiallahu anhu në xhami. Zoti qoftë razi. Qysh Zoti qoftë razi? Edhe Aliut edhe Muavijut i thot radiallahu anhu, radiallahu anhu. Në ditën e xumaz. Dishka po çalon kjo lloj dashurie. Ju jeni më afër krishterëve se Islamit në rritet shejbani. Kush jemi ju? Unë jam muslimane, pasoj ehli bejtin, ose as emër s'ki, as ftyrë nuk ki, kështu që nuk meriton ti me pas përgjegje ma shumë. Unë e du Abu Bekrin, Alin e Omerin. Okej, shumë bukur, me ata shkofsh në xhenet.
Unë I respektoj këta, por e dua ehli bejtin, se e kam obligim m'ju bind atyre. Nuk mund është ti dikon me dasht edhe mos m'ju bind. Po mire ki, ti e do në Omerin edhe prandaj I bindesh edhe e fal taravi namazin. Ndërka që unë e du Muhammedin, nuk e krasoj as me Omerin, as me Ebu Bekrin, as me kon Muhammedin sallallahu alaihi wa ali, edhe nuk I fali taravit. Sa I si ka fal? Vjeshta, thot shumë mësoj nga ju Allahu të shpërblet. M'bjen mirë që jam në shërbimin tuaj, vjeshta. Shiko, ka femra të cilat nuk I qesin ftyrën, po s'paku e qesin një emër, edhe s'paku shihet që ka një kultur. Se s'kan faj edhe gratë me bo me qitë ftyrën, po bëjnë lloj-lloj manipulime, emrin me qitë, gjithashtu, kështu po rrinë anonim. Ama mashkulli, mës me qitë fotën e vetë, edhe mës u kesh vjeshta, jo s'po keshit zemra po më qojnë. 5, kur mi qojsh ose 5 ose 1, Allah ose ehli bejt 5. Prandaj, kështu e ka puna. Sa u bura, wow, ora 1. Okej, të ndëruar miq, besoj se mo mjafton për sot se kom edhe me I editu disa video. Ju dua shumë të gjithë juve vëllezër e motra, ju respektoj edhe ju kam në lutjet e mia, në namazet e mia. Ju lutem mos pritoni, bëni share, bëni subscribe, sa ma shumë të dëgjojnë njerëzit, sepse ju e keni sevap, që edhe ju jeni pjesëmarrës në këto ligjerata, në këto mësime, ndoshta unë najherë gaboj, pa ajo është nga vogëlsia ime, ndërka që gabimet nuk ka në madhështinë e Allahut, por mundohem të mos gaboj, prandaj edhe I përkushtohem shumë, besoni që para orës 10, kur e kam nisë nga ora 7, me njerësi e kam mongër iftarin, namazin edhe e kam marrë Kuranin me studiu, me pa cilat ajete kërkojnë komentime e tjera. Prandaj mundohemi të mos gabojmë, por edhe dietarët, unë jam dietare për të voglave, që gabojnë Zoti I përmison, Zoti I flet me gojen tonë përmes nesh. Kështu që ju mos pritoni, bëni share dhe falni sa ma shumë namaz nate, pare ka 2, ka 4 rekat. Gjithashtu, nëse s'keni mundësi ato, keni të lodhëm, keni obligim, nesër keni punë, ju që punoni edhe agjeroni, ju e keni duplo 10 herë ma shpërblim se sa na që rrim në përshpia, edhe nxehta po flat, verës e tjera. Kështu që mos pritoni, bëni subscribe edhe shihemi jo nesër prom, apo mas nesër, pra një ditë po e një ditë jo. Edhe Esselamu Alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Faleminderit shumë që më ndiqni. Zoti ju